Në ambientet e shkollës së bashkuar Grabian, po vijon zbatimi i projektit edukativ Toka në shkollë, një nisëm që bashkon mësimin me përvojën praktike në bujqësi. Nxënësit janë angazhuar në mbjelljen dhe kultivimin e bimëve në serën e ngritur pranë shkollës, duke mësuar në mënyrë të drejtë për ciklin e jetës së bimëve, rëndësinë e ruajtjes së tokës dhe kujdesin që kërkon çdo produkt bujqësor për të arritur deri në tryezat tona. Çdo projekt në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore Divjak synon të forcojë lidhjen e fëmijëve me natyrën dhe të rrisë ndërgjegjësimin për ruajtjen e burimeve natyrore. Aktiviteti përçon vlera të rëndësishme si përgjegjësia, puna në grup, vetëmjaftueshmëria dhe dashuria për tokën si burim jetësor. Në këtë fazë të zbatimit, nxënësit janë përfshirë në të gjitha proceset, përgatitjen e tokës, mbjelljen, ujitjen dhe monitorimin e rritjes së bimëve. Kjo përvojë është kthyer jo vetëm në një mjet edukimi, por edhe në një mënyrë për të kuptuar më mirë punën e fermerëve dhe rëndësinë që ka bujqësia për zhvillimin e komuniteteve rurale. Projekti pritet të zgjerohet dhe në shkolla të tjera të bashkisë Divjak.